Përgjithsisht, sjelljet e tjera të cilët janë angazhuar në këtë drejtim, po ashtu edhe me bashkëpunim edhe me klubin shqiptar Jeta e Re në Frankfurt, kemi ardhur në përfundim që sot këtu të mbajmë një kuvend i cili kishte për një qëllim konstituimin e shoqatës shqiptare të karates për Gjermani dhe diasporë. Të gjithë të interesuarit të kësaj shkatësie bujare i përshëndes përzemërsisht në emër të shoqatës shqiptare kulturore, arsimore e sportive Jeta e Re në Frankfurt, duke dëshiruar që shoqata që të formohet në punën dhe aktivitetin e saj të përfaqësojë kulturën sportive shqiptare në arenën ku dëshmohet gjëmjeshtri. Prandaj, këtij kuvendi duke i uruar punë të mbarë, sot në formim e nesër në punën e mëtejme e shpallë të hapur, dhe një herët fjalën i japim zotërit e Mercakiçi për ta njoftuar me qëllimin dhe shkatësinë gjithësisht mënyrën e formimit të kësaj shoqate. Bashkëpunëtar të nderuar, ne jemi të buar sot këtu që të formojmë shoqatën shqiptare të karates për Gjermani dhe diasporë. Meseli në Frankfurt am Main. Duhet të zgjedhim kryesinë e punës për vazhdimin e punës së këtij kuvendi dhe një herët edhe një proces mbajtës. A ka dikur tani propozim për kryesinë e punës apo nëse kanë paraplan ta këtij drejtimi? A jeni pajtimi që shoku në vjetë atë kryesi? Ajvaz Berisha, trener i në Vlogrovsk ka qenë profesor i gjuhës shqipe, tani momentalisht trener i klubit në Shtem Margaritit të Bashkëfallbaja, edhe si iniciator bashkë me Naim Zekin, Naim Kabashin për formimin e kësaj shoqatës. Ajeni për ata. Ajeni që zotëri në tjema dhe shoqata. Rifat Morishi, sekretar i klubit Jeta e Re. Me cecë, neve kemi shkuar në propozim Bosforit, është i zonën atëre në të vi, ose që ose jeni për ata, të afil Zebërgja. Që kjo kryesi të propozoj dhe të zgjidh komisionet për mirëvajtjen e punës së shoqatës në të ardhmen. Për shembull, komisionin për formimin ose punimin e statusit, komision. Momentalisht deri në kryerjen e këtij kuvendi e kemi ne këtë detyrë. A nëse masa prap neve na propozon që të jemi dhëntar të kryesisë së shoqatës, kuptohet për karate, atëherë ne do ta vazhdojmë në detyrën e nashëm, e kjo varet vetë prej disponimit të vetë masës. Një herë kjo shoqatë për të ekzistuar edhe për të shkuar punë të mbarë, duhet të ketë edhe në nënfronin e vet të formuluar edhe vetë statutin, në bazë të cilit edhe do të funksionojë edhe do të veprojë. Për ta formuluar një statut në primin e vetë këtij sporti, atëherë duhet të jenë antar në të vërtetë që i njohin mirë këtë sport edhe mirën me këtë sport. Prandaj në këtë moment ne do të fillojmë të propozojmë mirë, po përpara se të propozojmë, le të marrim një qëllim se kryesia e vetë kësaj shoqate prej sa antarëve do të jetë, të përcaktohet vetë kuvendi për këtë kryesi. A të jetë në e lidhur që si të kufizuar në numrin 7 apo në numrin 9, vetë kuvendi le të deklarohet. E pas deklarimit të kuvendit, atëherë ne do të fillojmë propozimin antarëve të vetë kryesisë së kësaj shoqate. Të mbërthejmë numrin. Duhet të jetë numri 8, 7, 9, 11, 13, 15 deri në 101 nëse kemi dëshirë. No antarë. A pajtoj që kryesia le të jetë për 9 antarë. Urdhoni deklaroni me gishta. Murë qëndrim që
kryesia e shoqatës propozojnë, do të të masa, në vërtet edhe ne jemi të masës në këtë moment, propozojmë antarët e kryesisë, zgjedhën antarët e kryesisë në antarë dhe mua ata në antarë në një blitzk mbledhje për 1 minutë do ta zgjedhin kryetarin, sekretarin dhe arkatarin. A pajtoni? Hajni prate, urdhani, deklarohen. Tani propozitire, duhet të propozojmë antarët e kryesisë. Sepse duhet, dikush prej herë mundën e zgjedhë sekondin, këta që merren me karate, këta dhe të vazhdojnë punën, këta dhe të zgjedhin kryetarin, nëse çka ju duhet. Na, nuk kemi A pajtoni? Pajtohen, mundën më vazhdesh me Faleminderit Selim. Por na Ai gjithashtu shtoi fjalën e Selimit, Selimi ka fort në garantum. Shkali për person për shkakun që ngarkohet me një detyrë që nuk e njeh. Unë kam një propozim. Jam për atë që të gjithë ata bashkëgazetarë që kanë qenë iniciator gjithësisht. Unë, Naim Zeka, Ajvaz Berisha, Naim Kabashi, edhe bashkëpunëtor të tjerë, Naim Ferati edhe të tjerë. Edhe kohën e fundit është zhytur nga punë edhe trafiki. Po thonë të kanë drejt me sigurit. Edhe ju keni drejt proprio. Si konstatojmë se për antarët e kryesisë janë të propozuar deri në tani 6 antarë. Sipas asaj që u deklaruar më parë. Naim Zeka, Ajvaz Berisha, Naim Kabashi, Naim Ferati, Ilza Bërgja. Njerëz kuptohet që banojnë në qendra të ndryshme të Gjermanisë. Kemi prej Berlinit, kemi prej Kaselit dhe prej qendrave të tjera çka unë nuk i njoh ato qendra kuptoj. Shka është edhe ma? Edhe të shëndet shukën nga Shqipëria që kanë gjithë kur kanal me... Bereit? Ja? Duhet të propozohen 3 antarë ose 5 mbane çfarë qëndrimi do të merret për reformimin me veprurin e statutit. Ai që nuk e njeh karatën faktikisht nuk mundet me vepruar me statut. Ai që komisioni për të reformimin e statutit të mbetet me formim kryesisë. Shëna, do të thotë kryesia themelon komisionin. Kur në rrugë? Qene urve, që atë që datë me ju, kërësia dhe dikrina dhe punë që duhet me kryer rrët regjistrimit, të tajnë, përkoni kompetentë që duhet me kryer qita punë, ka ata duhet të përkoni në statutit të të vitë, që shka të proceduar ka punë. Nga punë që e këtu dhe se shka atje që ka dhe më që hindi shka të shkebër për në mërkatë. Faleminderit. Kryetar i kësaj shoqate një zërit o zot Enver Cakiqi. Sekretar Ajvaz Berisha. Arkatar Naim Ferati. Në kryrën e kësaj detyre e cila na u besuar dhe një herët ju dëshiroj punë të mbanë të ardhmen kësaj plejade, kësaj shoqate që na përfaqësojnë kuptohet në suazet e kulturës sonë shqiptare në arenat të ndryshme ku zhvillohet dhe kultivohet ky sport nga mënyrë. Ju falenderit edhe një herë dhe me emër të gjithë shqiptarëve në Frankfurt dhe jashtë Frankfurtit ju falenderoj dhe miru pafshin dhe në këtë moment jap fjalën shokut Gardez Andreut, kryetarit të kësaj shoqate, nëse ka diçka,
e pastaj dhe të mbledhen pasi që ne ta kryejmë këtë muhabet, këta veçanti pa prezencën tonë kanë mundësi të takohen edhe të zgjidhin dhe mirë pafshim në punante tjera që do të organizohen me këto qëllime. Sparini, në emrin tim personal, në emrin kryesisë dhe në emrin tuaj, domethënë pjesëmarrësve, ju falenderoj për zamërsisht, për pjesëmarrje në këtë kuvend. Dhe unë personalisht beton, bashkarisht me anëtarët e kryesisë dhe bashkëpunëtorët tjerë të komisioneve që do zgjedhen më pas, do mundohemi që në të ardhmen të korrim suksese sa i përket sportit të karates dhe shoqatës shqiptare të karates Gjermani dhe diaspora. Klubi Jetare, ose që quaj shoqënia e klubit Jetare, do të na argëtojë me disa ose 2-3 pika muzikore. Gracias.